e mbajnë një të dyshuar, që këshën shkuar për të arrestuar, e që nuk duke se po rezistante, dhe i treti e që lënte me një farformë as me grushte, as me shuplaka, si që keni parë dhe ju. Po si çdo qytetar edhe unë e kam pasi një shqetësim, po ky rast duhet të reflektoj edhe duhet të jetë rast që t'jenë më të kujdesshëm zyrtar policor, pikërisht për shkak të natyrës të rastit. Prandaj konsideroj se rasti si i tillë është i dëshmuar dhe i argumentuar në bazë asaj çka kam pa dhe në bazë informacione dhe burimeve. Inspektorati policor fillimisht dje sa ka marrë informacion ka suspenduar 3 zyrtarë policor, ndërsa sot me autorizim prokurorit publik, prokurorit shtetit, janë arrestuar 3 zyrtarë në ndyshimin për veprën keq përdorim i autorizimeve zyrtare publike. Pse ndodh policët të arrestojnë një person, në fakt të arrohin një person që këshën shkuar të arrestojnë dhe njëti nuk për rezistantët, pakten nga ajo video që është transmituar? Pse ndodh, në fakt unë duhet them si çdasht ndodh në rast i tillë, për arsye sepse zyrtarët policor janë persona që duhet të shfaqin etikë dhe profesionalizëm sa i përket autorizimeve tyre policore, mirë po me qenë se edhe këta janë persona dhe janë zyrtarë edhe ndaj tyre ka masa cilat ndërmirën nga disa institucione, fillimisht duke filluar nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, pastaj Inspektorati Policor edhe Prokuroria e Shtetit dhe në etapa të ndryshme edhe ndaj tyre ligji nuk është i kursyer. Ju keni pas punë shumë me policë gjatë kohës kur keni qenë pra shef drejtor i hetimeve në inspektorat. Kur intervistoni, çfarë thonë policët? Pse veprojnë në situatat e tilla duke përdorur forcë të panevojshme? A vetëm për faktin se si me thënë, e kanë mboroj uniformen, e kanë ligjin pas? Përkundrazi, mendoj se ata pikërisht pse janë person zyrtar duhet të por pse veprojnë kështu? Çka thonë kur intervistohen pastaj? Unë kam një përvojë kogja gjatë në inspektoratin policor, mirë po kam përvojë edhe në policinë e Kosovës. Policia e Kosovës ka kalu në për disa trajnime, mirë po janë disa faktorë dhe shkaktarë që të kanë ndiku që disa zyrtarë policor i te kalojnë autorizime, sikur që është rasti fundit, apo edhe disa raste tjera të ngjashme, megjithatë ndaj tyre nuk do të ketë, sidomos Prokuroria e Shtetit dhe gjykata të ketë mëshirë dhe të shërben për zyrtarë tjerë, sepse jo të gjithë zyrtarë policor e keq trajtojnë detyrën, e keq përdorin detyrën zyrtare. Një pjesa dërmuese e tyre i kryjnë detyrat e veta me përpikmëri, mirë po raste të tilla do të jenë shembull dhe të jenë kujdesshëm zyrtar policor pikërisht që mos veprojnë, se edhe ndaj tyre ligji është i pamëshirshëm. Por këta që bëjnë vepra të tilla, a bëjnë një gjë të tillë vetëm pse munden? Edhe është ligësi e dikujt pra që të veprojnë asë situatë? Definitivisht pajtona, nuk është bilaje që ka kom pa, më ka duk shumë e dopt, për arsye sepse personin në fjalë ishte i parmatosur, nuk ishte asgjë, me duar nuk u vrekin nga pamja që u shfaqe publik, që është duke rezistuar mirë, po reagimit e 3 zyrtarëve, në veçanërisht i njerit, ishte ajo që të zyrtarë tjerë nuk duhet të ketë apo nuk duhet të shërbej kjo. Për arsye sepse zyrtarë policor janë shembull dhe janë shërbim të qytetarëve. Në fakt, edhe pra në ato pamje për cilat po flasim, nuk shihet që po përdor dhunë ose po rezistojnë, por duket se po diskutonin, po fjaloseshin. Se duhet veprojnë një policë kur nëse është fyer në atë rast, meqenëse se nuk ka zë video? A duhet jeti përmbajtër për të mos bie preje provokimit të personit që shkon të arrestoj? Definitivisht po, në Akademinë për Siguri Publike janë të trajnuar dhe ka disa ligjërata të cilat marrin pikërisht për shkak të reagimeve të tyre. Mirë po, ju si që din këtë opinioni mbi në agjensinë e policisë janë mbi 10.000 zyrtarë policorë dhe në mesin e tyre mund të ketë të tillë që e keq përdorin detyrën. Është ligështi edhe nuk është absolutikisht veprim i mirë kur një person është i pambrojtur dhe në situata të tilla siç e kemi pa, apo dhe raste tjera, ai veç është i prangosur edhe ti po përdor forcë. I vetmi rast kur përdor zyrtari policor forcë apo dhunë është atëherë kur qytetari reagon apo reziston apo i pengon kryerjen e detyrës zyrtare. Përndryshe asnjëherë, sidomos në raste të tilla kur personin fjalë veç ishte i parmatosur dhe nuk ishte asgjë me veti,
pavarësisht që ne nuk i dim krejt rrethonat, për arsye sepse ato ndëgjej keni një zë, po nuk jam i sigurt se çfarë, po zyrtari policor është i përgatitur edhe duhet jetë i trajnuar mirë që mos vepron mbi bazën e emocioneve dhe reagimeve të tilla. Sikur të mos ishte një kamerë e vendosur, pra mbase gjithçka do të ishte ndryshe. Çka ndodh në rastet kur nuk ka kamera, kur nuk dëshmohet në video? Janë disa veprime në këtë rast inspektorati policor që duhet mi ndërmarr. Njëra prej veprime është kur ka ankesë në këtë rast, automatikisht duhet të shkoj në vend zjarrin dhe të shikon se a ka kamera. Mirë, po janë edhe veprime tjera procedurale, siç janë intervistime dëshmitarët apo dhe raporte ndryshme, cilat ekzaminohen edhe njoftohet prokurori